Ungjilli mbetet gjithmonë një libër I papërsëritshëm, sepse janë fjalët e Zotit. Por, siç thonin shenjtorët që rëndësia e ungjillit nuk është në të lexuarit, por në të kuptuarit. Gjë që do thotë që ne duhet ta lexojmë me vëmendje. Jo thjesht me vëmendje vetëm nga mendja, po dhe me lutje dhe me shpirt. Aty janë fjalë shumë të thjeshta, po janë fjalët e Zotit, janë fjalë të vërteta. E duke qenë të thjeshta, nuk do thotë se janë të cekta, janë shumë të thella, madje fjalët më të thella gjithmonë janë të thjeshta. Tregohet një histori tek murgjit e shkretirës, tregon Aba Abrahami, thoi shkova takova Aba Aresin. E atje vinin me qindra njerëz për ta pyetur atë për këshilla shpirtërore. Midis tyre ishte një murg. Erdhi, I ran gjunjë dhe I tha, Aba, çfarë duhet bëj që të shpëtoj? Dhe Aba I tha, të shkosh në manastir, do futesh në qelin tënde, do hash bukë vetëm një herë në ditë dhe lutu vazhdimisht. Ai e falenderoi dhe u largua. Mbas një viti qellova që isha përsëri, thot Aba Abrahami, tek Aba Aresi. Dhe aty vinin njerëz pafund, ky përgjigje shumë thjesht. Erdhi përsëri ai murgu dhe I tha, Aba, e bëra atë që më the. Tash çfarë të bëj? Tani tha, duhet shkosh tot prapë atje ku ishe në qeli, lutu dhe do hash bukë një herë në 2 ditë. Dhe Perëndia do të ndriçojë. E falenderoi dhe u largua. Kur e larguan njerëzit, vazhdon Aba Abrahami, I thash, Aba Ares, përse të gjithë tjerëve ju thu gjëra shumë të lehta dhe vetëm këtij murgu I the këto gjëra shumë të vështira për t'u bërë. Dhe ai u përgjigje I tha, të gjithë ata të tjerët vinë dhe më pyesin kot, thot. Dhe unë I përgjigjem kot. I vetmi njeri që u përgjigj me gjithë, që kërkoi me gjithë shpirt, ishte ky murg dhe unë I dhash mjekimin që ai duhet. E njëjta është dhe me ungjillin. Nëse nuk I lexojmë me vëmendje për të parë përgjigjet për jetën tonë, nuk do na thotë ndonjë fjalë, nuk do kuptojmë gjë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ungjilli të lexohet gjithmonë duke u lutur, sepse nuk ka libër më të bukur, e libër që mund të japi zemrës njeriu një gëzim të jashtëzakonshëm, e mendjes një ndriçim shumë të madh. Dhe ungjilli sot është shumë I shkurtër. 5-6 vargje janë. Por në këto 5-6 vargje është një mësim shumë I madh për ne. Javën që kaloi ne festuam tërë shenjtorët. Dhe festa e tërë shenjtorëve është gjithmonë mbas Pentekostis, sepse është zbritja e Shpirtit Shenjtë, ajo që I shenjtëroi ata. Shenjtorët bëhen pikërisht shenjtorë nga fitimi që marrin nga Shpirti I Shenjtë. Nëse Shpirti I Shenjtë nuk do jetë tek ne, mendja jonë nuk do jetë ndriçuar, as zemra jonë nuk do jetë e pastër. Vetëm Shpirti I Shenjtë është ai që shenjtëron çdo njeri. E të gjithë ne jemi thirrur për të qenë shenjtor. Kështu thot Shkrimi I Shenjtë. Jeni të shenjtë sepse unë jam I shenjtë. Duhet I largohemi shpeshherë asaj spiritualitetit të rrem, ose përulësisë së rreme, që kur bëjmë ndonjë gabim, ose kur nuk e ndjekim si duhet, kreshmën e shumë gjëra të tjerë, thonë me njëri tjetrin njerëzit, e po ne nuk jemi shenjtor. Dakor, nuk jemi shenjtor, po jemi thirrur për të qenë shenjtor. Prandaj dhe duhet ta marrim besimin seriozisht dhe ungjillin duhet ta lexojmë seriozisht, sepse nëse ne nuk e kuptojmë këtë gjë, nuk I bëjmë dëm Perëndis. Perëndia është I pandryshueshëm, as nuk zmadhohet, as nuk zvoglohet, por I bëjmë dëm vetes son. Zoti do që ne ta ndjekim këtë rrugë për shpëtimin ton. Prandaj dhe mësimi I Zotit është kaq shumë I rëndësishëm. E mësimi I këtij ungjilli sotëm ishte thirrja. Zoti thirri Pietrin dhe Andrean, që po gjuanin peshk, ishin me rrjetat, dhe 2 nxënës të tjerë, Jakovin dhe Joanin, të cilët ishin vëllezër, të 2 palët ishin vëllezër. Dhe ata I lanë rrjetat për një herë dhe e ndoqën pas. Kur I lexon këtë duket shumë e lehtë. Merreni me mend tani gjithë secili nga ne thirret nga Zoti, e të lëri gjithçka që ka, biznesin që ka, familjen, gjithçka tjetër, e ta ndjeki pas. Ky është një besim jashtëzakonisht I madh. Edhe me këtë Zoti na thret të gjithëve ne. Jeta e njeriu është një thirrje e vazhdueshme, sepse qenia njerëzore nuk është një qenie statike, po është një qenie dinamike. Nëse ne nuk rritemi shpirtërisht, nuk do të qëndrojmë në atë shkallë që kemi arritur, po do fillojmë të bijem, ne o do ngjitemi ose do rrëzohemi. Nuk ka qenie statike, gjithmonë jemi në lëvizje. Madje Shën Gregor Theologu, një nga theologët më të mëdhenj të kishës të Krishterë, thotë këtë fjalë: edhe nëse bëhemi të denjë për të shkuar në parajs, do kalojmë nga lavdia në lavdi. Parajsa jo si një gjendje monotone, po një zhvillim I vazhdueshëm, një rritje shpirtërore e vazhdueshme. E meqense Perëndia nuk mund të zërohet dot, e nuk mund të mbarojë,
edhe nuk mund të rreshti, kështu dhe ne, duke u rritur shpirtërisht, mund të vazhdojmë në përjetësi në këtë formë, po dhe në këtë jetë që jetojmë, ne jemi thirrur. Zoti i thret të gjithë, i thret ata që s'vinë kish që të vinë, i thret ata që janë kish që të zbatojnë jetën sipas mësimeve të Zotit, sepse ju e lexuat nga letra e sotme, e dëgjuat, ku thotë që nuk drejtësohen dëgjuesit e ligjit, po zbatuesit e ligjit, të ligjit Zotit flitet. Ne mund të ndëgjojmë ungjillin, mund bëjmë dakord me ungjillin, por nëse nuk e zbatojmë, nuk do kemi asnjë përfitim. Është e njëjta me të njëjtën gjë për shkak. Se njerëzit shpeshherë thonë besoj, e ndoshta mund besojnë, po një besim që nuk jep vepra nuk është një besim i plot, është një besim i cekët. Nëse ne besojmë në fuqinë e antibiotikëve, edhe jemi të smur, e mjeku na jep atë gjë, dhe ne fusim dollap dhe nuk e përdorim, nuk shërohemi. Nuk mjafton vetëm thjesht besuar, po duhet që dhe ta praktikojmë këtë besim në jetën tonë të përditshme. Prandaj dhe Zoti na thret ne vazhdimisht, na thret që të rritemi shpirtërisht. Edhe nëse kemi arritur, nëse do arrijmë gjëra më të larta, duhet vazhdojmë akoma të rritemi, sepse njeriu që mendon që e ka mbaruar dhe është përsosur, është i gënjur në mendjen e tij. Ju e dini, ndoshta e keni dëgjuar jetën e shën Makarios së Madh, një murg shumë i përunjur, e një nga shenjtorët më të mëdhenj të shkretirës. Kur ndroi jetë, në momentin që ndroi jetë, i ligu po e tundonte vazhdimisht, duke i thonë më munde, thot, je shumë i përulur. Ai nuk e kapi mendimadhësia, vazhdimisht thonte që jo, thot, nuk jam i përulur, jam krenar, po kam besim tek Perëndia që do më shpëtoj, sepse një njeri i përulur e kupton krenarinë e tij. Nëse njeriu është krenar, nuk e kupton përulësinë. Madje ati ofendohet po ti thosh je krenar, sepse thot jam i përulur. Dhe është një histori ndërmjet një jerondi dhe nxënësit e tij e kritikoi për krenari dhe i tha, Jerond, unë nuk jam krenar. E Jerondi përgjigjet, po a ka përgjigje më të plot për treguar krenarinë se sa kjo, ku thua që nuk jam krenar? Ashtu si njeri që thot nuk jam mëkatar dhe ai gënjen, sepse çdo njeri, s'ka njeri që të rrojë, thot në shkrimin, dhe të mos bjerë në mëkat. Vetëm Zoti është i pa mëkat. Prandaj dhe ne kemi nevojë vazhdimisht të rritemi e të pastrohemi. Sa më shumë ne shenjtërohemi, e sa më shumë ndriçohemi, aq më shumë e dallojmë veten që kemi nevojë për këtë gjë. Prandaj thirrja që bëhet sot është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne, sepse të gjithë jemi thirrur. E le ta marrim mësimin e Zotit seriozisht, sepse nëse ne nuk e zbatojmë në jetën tonë të përditshme, gjendja jonë nuk do ndryshojë. Madje shpeshherë do përkeqësohet, mund vim 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 10 vjet në kish, e nuk do jemi më të mirë se sa ishim para 10 vjetësh. Jeta e njeriu është gjithmonë një rritje shpirtërore. Zoti gjithmonë na thretnë. Dhe ungjilli i sotëm pikërisht për këtë është vendosur nga Etrit e Shenjtë, për të na kujtuar gjithë secilin nga ne që jemi thirrur. Jemi thirrur për çfarë? Jemi thirrur që të shenjtërohemi, sepse Zoti pikërisht për këtë arsye erdhi, mori natyrën tonë të rrëzuar për ta ngritur përsëri, natyrën tonë të rënë mëkat për ta shenjtëruar përsëri. Dhe ky është falënderimi i madh që gjithë shenjtorët kishin për Zotin, e donin sepse e kuptonin se çfarë kishte bërë për ata. A nëse do lexojmë ungjillin me këtë vëmendje, e do lexojmë me lutje dhe me shpirt, padyshim që në shpirtin tonë do ngrihet një falënderim. E njeri që ka falënderim do ketë dhe gëzim në shpirt. Ne sot jetojmë në një kohë ku të gjithë ankohen. Ja ju keni parë, mbledhen 2-3 veta, fillon ankimi. Madje nuk ankohen vetëm atë të varfrit, ankohen më shumë pasurit. Nuk ankohen vetëm të smurët, më shumë ata që janë të shëndetshëm. Ankimi nuk vjen nga Zoti, ai është një përshpërim të ligut, që përshpërit që bota nuk drejtohet nga drejtësia, po drejtohet nga i ligu sipas tyre. E ky lloj njeriu e shkatërron shpirtërisht, e ndryshk shpirtin e njeriu dhe e shtrembron. Falënderimi është ai që e ndriçon njeriu, dhe falënderimi vjen kur një njeri ka njohur Perëndin. Nëse ne duam të dimë që e kemi njohur Perëndin ose kemi njohur, le të shohim thellë në shpirtin ton. Kemi falënderim në shpirt apo kemi vazhdimisht ankim? Nëse kemi ankim, nuk e kemi njohur Perëndin, sepse është e pamundur një njeri të njohë Perëndin e mos ketë falënderimin në shpirt. Dhe falënderimi vjen gjithmonë kur Perëndia shfaqet tek ne, kur ne kuptojmë se çfarë ka bërë ai për ne. Dhe kjo është thirrja më e madhe. E njeri që ka falënderimin i përgjigjet Perëndis, siç u përgjigjen apostujt. Ishin sa njerëz thjesht, pa shkolluar në standardet e asaj kohe. Dhe megjithatë ata arritën deturinë më të madhe.
Mrekullia më e madhe që ka ndodhur në krishtërim është pikërisht kjo gjë, se si disa persona nga Galilea, që nga Galilea ishte krahina më e prapambetur e Perandorisë Romake në atë kohë, një provincë e largët, arritën që të mundin gjithë Perandorinë Romake, gjithë krenarinë e Romës, gjithë krenarinë e filosofëve të asaj kohe, ata e mundën dhe e përhapën krishtërimin kudo, sepse Zoti ishte brenda tyre. Nëse Zoti do jetë brenda nesh, do na fuqizojë, e fjala jonë do ketë fuqi. Sot nuk e kemi shpeshherë këtë fuqi. Dëshmia jonë në botë shpeshherë është e dobët. Njerëz një ngojart ju drejtoi njerëzve që ishin kish dhe i thonte këtë fjalë. Nëse ju do ishit krishterë, nuk do mbetej pagan në botë. Gjë që do thotë nëse ne do jemi të krishterë të vërtet, kjo dritë do përhapet. Çdo njeri që ndriçon veten, ndriçon edhe të tjerët. Si thonte Shën Serafimi i Sarovit, gjeje paqen brenda vetes tënde dhe mira njerëzës rrotull teje do ndriçohen për kësaj gjëje. Një kandil që ndizet vazhdimisht ndriçon. Prandaj edhe Zoti na thret ne vazhdimisht. Na thret për të na zgjuar nga gjumi i plogështisë dhe i monotonisë që na kap jetën tonë. Sa herë lexojmë Ungjillin, le të përpiqemi që ta mësojmë jo vetëm me mendje, po ta mësojmë me zemër, sepse ka dy lloj mësimesh. O mësimi intelektual, që ti mund ta dish ndoshta Ungjillin gjithën përmendsh, dhe është mësimi me zemër, kur ti e kupton dhe e ndjen Ungjillin të gjithë. Vetëm ky lloj mësimi i dytë e ndriçon dhe mund ta ndryshojë ne. E le të përpiqemi ta ndjekim Zotin në rrugën e tij, sepse ajo rrugë është një rrugë e mbushur me dritë dhe nuk do bijem në errësirë. E në këtë rrugë Zoti do na bekojë e do na shenjtërojë. Amin.